Në të kaluarën raftet e supermarketeve në Rusi dominoheshin nga verërat franceze të Burgundi dhe italiane të Barolo, por tani janë të mbushura me një gamë verërash vendase. Sanksionet perëndimore që lidhen me luftën në Ukrainë kanë shtyrë konsumatorët drejt vreshtave lokale. Sanksionet e vendosura pas dërgimit të trupave ruse në Ukrainë në fillim të vitit 2022 kanë ndryshuar zakonet e konsumit në Rusi, duke rritur çmimet e verave të huaja dhe kufizuar disponueshmërinë e importit. Shitjet e verave ruse janë rritur dhe tani përbëjnë rreth 60% të tregut, krahasuar me rreth 25% 10 vite më parë. Verat ruse kanë fituar një pjesë shumë të madhe të tregut, tha Yuri Yudish, kreu i Komitetit për Verat, duke përmendur taksat më të larta mbi vendet që ai i quan armiqësore. Gradualisht tregu filloi të ndryshojë dhe çmimet e verave filluan të rriten. Verat e importuara u shtrenjtuan me rreth 30 deri në 40%, shtoi ai. Në supermarketet e Moskës, verat ruse, gjeorgjane dhe armene dominojnë, aty ku më parë kryesonin markat franceze, italiane dhe të Amerikës së Jugut. Shtetet perëndimore kanë vendosur më shumë se 25.000 sanksione të ndryshme ndaj Rusisë që nga aneksimi krimes në 2014, shumica e tyre pas pushtimit të Ukrainës në 2022. Rushi kultivohet rreth detit të zi prej mijëra vitesh, por trazirat e revolucionit, lufta civile dhe më pas fushatat sovjetike kundër alkoolit shkatruan shumë vreshta. Megjithatë, pas daljes së ekonomisë nga dekada e kaosit që pasoi rënien e Bashkimit Sovjetik, disa investitorë filluan të blinin toka në jug të Rusisë dhe të çonin vreshtar nga Franca dhe Italia. Filluam të shesim verë në 2022 dhe të njëjtën vit hapëm për turistët, që atëherë kemi rritur çdo vit volumet e prodhimit dhe shitet ende po rriten. Megjithatë kemi një limit për vreshtat dhe kapacitetin e prodhimit rreth 500.000 shishe në vit, tha kreu i prodhimit në vreshtarinë Côte Rocheuse. Vreshtaria kultivon lloje klasike europiane të rushit, si Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Chardonnay, por edhe Krasnotop Zolotovski, një rush vendas nga rajoni i Rostovit. Megjithse mbështeten kryesisht në pajisje franceze dhe italiane, verat janë lokale, të formuara nga toka dhe klima ruse.